I dashur Zoti Fredi Beleri, përfaqësues në Parlamentin Evropian i qytetarëve grek, kandidat i zgjedhur real kryetar i kësaj bashkie, dhe ta marrë vesh Edi Rama se pushtimeve askush s'ju ka dhënë përgjigje më të merituar se Himara, dhe Himara ja dha dhe Edi Ramës. Atë përgjigje që meritonte Himara ja dha Edi Ramës me Fredi Belerin. Pasi bëni gjithçka që ju të mos e votonit, por ju e votuat, dhe atëherë përdori si frikacak, si buracak, përdori drejtësinë e tij për t'i marrë kryetarit tuaj të zgjedhur mandatin. Kjo studio është një nga ato studio që ka ndjekur situatën e Marës, situatën e përplasjes që bën rastin e Belerit, gjithaj është zhurmë e madhe, arrestimi, unë jam një nga ata që kam qenë edhe i kallëzuar penalisht nga përshpifje për kështu gjërash, fond që edhe po e pushojnë nuk e di, mbetet pending, por më bëri shumë përshtypje se si doktori konservatori Sovranisti. Sovranisti. Ti la provokon vetë, do të bëjmë serioze. Po jo, po nuk është për qeshur, po sinqerisht, po jo, sepse ky personazh pikërisht këtë e ka shpallur vetë ai terrorist dikur. Mirë, por ka respektuar doktori. Ha? Doktori është bërë. Nuk e di pas edhe unë jam bërë metropolitan globalist. Okej. Ja. Tani, jo, po pritet të dëgjoj një kullurin se është kandidat, pastaj është hapur. Pa çapo ndodh. Por çapo ndodh. Edhe Zotin e kishte luajtur. Çapo ndodh, çapo ndodh. Kjo është çështja. Tani, është elektorali kjo, sepse kemi gabim, është mizgjuar. Kjo është antikombëtare. Bravo, këtu mbyllet biseda. Kjo është antipatriotike. Kjo është turp që një parti e djathtë edhe e majt. Shikoj, zhi. Aty është kamera. Po themi që. Po. Unë mendoj që gjatë luftës së dytë botërore, ata që morën pushkën, do u bashkuan me Lëvizjen Nacionale Shqiptare kanë qenë patriot. Se çfarë bën mbas 44-s, ky është diskutim krejt tjetër, ishte një diktaturë pothuajse terroriste. E majtë atë djathtë. Do marri vota ballisti i Dukatit edhe nga partizanët. Landi, ne jemi lebër të dy dhe i kemi familje të ndara, gjysmë të majtë, gjysmë djathtë. Ashtu jo? E unë peshon që më shumë djathtë. Ashtu jo. Kemi njerëz të tanë të majtë, i kanë qenë burra nderuar. Ato se diti, se personalizo. Nuk e di domoshta. Mirë, mbas se ti çate unë Ana Arendi, unë jam çik më kujt. Mirë, mos e personalizo. Tani në rregull. Vazhdo, po mos e personalizo. Unë di të them këtë gjë. Të kërkosh në Vlorën e Labërisë, që është dje patriotizmi, siç është Malsia Gjakovës, siç është Mirdita, siç është Dibra që ka larë me gjak Drini, Erseka, Skapari, dhe kushdo zonë e Shqipërisë, po sidomos Malsit. Të kërkosh vota për gjikurinë e Belerin që duan të kafshojnë Himarën, kjo është turp dhe njoll që dhe ngelet sa Berishës edhe Massimo Setti. Ja, më shumë se turp mendoj. Kjo është turp zhe. Ti për ca vota të qelbura apo për një lobim për problemet që se për ca vota. Njeriu në politik nuk mund të bëjë çdo gjë. Kulluri them është më shumë se për ca vota, është më shumë se për ca vota. Dhe për të hequr hallet që ka pra këtë po them. Po pra. Po them troço po nuk më dëgjoj. Nuk mund t'i bëj burri këto gjëra. Dhe një burr malësie nuk mund t'i bëj kurrë këto gjëra. Sa burr malësie? Këtë po ta thot Edvin Kulluri që jam pasardhësi. Skëndo Kullurit, që është nderi kombit Vlorë për 12 dhe 14-ën, dhe i tartar me mushi që ka bërë luftën e Tanzimatit. Dhe si unë, jam me mira familje në Vlorë, patriot në 200 vjet e fundit. Dhe unë s'mund t'i lejoj në qarkun tim Vlorë këto palaçolloqe që kanë një vit që bëhen kurristi i Marës së Shqipërisë. Kjo është e patrirueshme